Sekreti i jetëgjatësisë së njerëzve mund të fshihet tek ADN-ja e minjve urith të zhveshur. Ata janë brejtës të çuditshëm, tullac, nëntoksor që duken si salçiçe me dhëmb dhe sapo kanë zbuluar një sekret gjenetik të jetëgjatësisë. Një studim i ri i çuditshëm urith të zhveshur tregon se kafshët kanë evoluar një mekanizëm riparimi të ADN-s që mund të shpjegojë jetëgjatësinë e tyre. Këta minj që banojnë në strofkulla kanë një jetëgjatësi maksimale prej gati 40 vjetësh, duke i bërë ata brejtësit me jetë gjatë në botë. Zbulimet e reja të botuara së fundmi në revistën Science mund të hedhin dritë edhe mbi arsyen pse minjtë e zhveshur me nishan janë rezistent ndaj një game të gjerë sëmundjesh që lidhen me moshën. Kafshët janë rezistente ndaj kancerit, përkeqësimit të trurit dhe palcës kurizore si dhe artritit, kështu që shumë shkencëtar duan të kuptojnë më shumë rreth mënyrës se si funksionojnë trupat e tyre. Për këtë studim të udhëhequr nga një ekip shkencëtarësh në Universitetin Tonji në Shangaj të Kinës, fokusi ishte riparimi i ADN-s, një proces natyror në qelizat e trupit ton. Në fijet e ADN-s, blloqet tona ndërtuese gjenetike dëmtohen. Aktivizohet një mekanizëm ku një fije tjetër e padëmtuar e ADN-s përdoret si shablon për të riparuar çarjen. Fokusi i këtij hulumtimi ishte në një protein të veçantë që është e përfshirë në atë sistem të ndjeshmërisë dhe riparimit të dëmtimeve. Kur një qelizë e ndjen dëmtimin, një nga substancat që prodhon është një protein e quajtur cëgas. Kjo luan disa role, por ajo që u interesonte këtyre shkencëtarëve është se tek njerëzit ajo ndërhyn dhe pengon procesin me të cilin ADN-ja ribashkohet. Shkencëtarët mendojnë se kjo ndërhyrje mund të nxjisë kancerin dhe të shkurtojë jetëgjatësinë tonë. Megjithatë, tek minjtë e zhveshur nishanor, studiuesit zbuluan se e njëjta protein bën të kundërtën, ndihmon trupin të riparojë fijet e ADN-s dhe mban të paprekur kodin gjenetik në secilën qelizë. Profesori Gabriel Balmus studion riparimin e ADN-s dhe plakjen në Universitetin e Cambridge-it. Ai tha se studimi ishte emocionues dhe se maja e zbergut kur bëhen fjalë për të kuptuar pse këto kafshë jetojnë jetë kaq gjatë. Mund të mendoni cëgasin si një copë biologjike Lego, e njëjta formë bazë tek njerëzit dhe minjtë e zhveshur urith, por në versionin e miut urith, disa lidhës janë të përmbysur, duke i lejuar ata të ndërtojnë një strukturë dhe funksion krejtësisht të ndryshëm, tha ai. Gjatë miliona viteve evolucion, shpjegoi profesor Balmus, minjtë e zhveshur duket se rilidhur të njëjtën rrugë dhe kanë përdorur atë në avantazhin e tyre. Ky zbulim ngre pyetje themelore, si e riprogramoi evolucioni të njëjtën protein për të vepruar në të kundërt, çfarë ndryshoi, dhe a është ky një rast izoluar apo pjesë e një modeli më të gjerë evolucionar? Më e rëndësishmja, shkencëtarët duan të dinë se çfarë mund të mësojnë nga këta brejtës për të përmirësuar shëndetin e njeriut dhe për të zgjatur cilësinë e jetës me kalimin e moshës. Mendoj se nëse mund të riorganizojmë biologjinë e miut të zhveshur urith, tha profesor Balmus, mund të sjellim disa terapi shumë të nevojshme për një shoqëri në plakje.